Gjatë dëgjesave publike për buxhetin e shtetit dhe atë të Tiranës, kryeministri Edi Rama u ndal edhe tek vendimi i gjykatës kushtetuese për të lënë Erion Veliajn në detyrë. Duke parë që të gjitha shkallët e gjyqit nuk e nxorën kryetarin e bashkisë që të vazhdoi të kryejë detyrën, ne menduam që Tirana nuk ka arsye të paguajë për një kohë gjatë mungesën e drejtimit. Bukur, kur të vi atje që të kërkoj të lirohet, që të vazhdoj detyrën, shpresoj që gjykata kushtetuese të rri besnike vetes vet dhe të japë mundësinë të vazhdoj detyrën. Apo ja. Numri 1 i qeverisë sqaroi edhe mënyrën se si do të bëhet rritja e pensioneve, e cila do të jetë rritje progresive dhe mujore. Pensionet do rriten progresivisht çdo vit dhe çdo muaj. Merrni në janar të 2026-ës, do të dyfishohet në janarin e 2027-ës, do të trefishohet në janarin e 2028-ës, do të katërfishohet në janarin e 2029-ës, edhe do pesëfishohet në janarin e 2030-ës. Gjatë fjalës së tij, Rama ngriti dhe shqetësimin e rritjes së numrit të sëmurëve me tumor. 83 mandate janë një thirrje që çdo i sëmur me kancer në Republikën e Shqipërisë të konsiderohet njeriu ynë dhe të mbështetet si njeriu ynë, prandaj për herë të parë, por nëse fillon për herë të parë, do të vazhdoj çdo vit, ne kemi përcaktuar një buxhet të veçantë për të mbuluar barnat për kancerin për njerëzit tanë. Paga minimale prej janarit të 2026-ës shkon në 50.000 lekë, tha Rama, si dhe parashikohet dhe rritje page për disa kategori. Në sektorin publik dhe privat, çdo kompani dhe në çdo dyqan, paga minimale do të jetë 500 euro. Sigurimet do t'i mbulojë qeveria për 9 muajt e parë. Dhe paga minimale do të vazhdoj të rritet dhe ne nuk e mbarojmë këtë mandat pa e quar në 700 euro pagën minimale. Kryeministri siguroi të gjithë pensionistët se do të marrin dhe bonusin e fundvitit, i cili do të shpërndahet para festave të dhjetorit.